duhet t'i fitoni në mënyrë autoktone pra ato vota, në mënyrë vetanake, jo të dhuruara, apo të importuara, apo të falura për shumë qëllime që janë në prapavi. Pra, nëse nuk e keni atëherë do ta keni pozitën inferiore. Nëse i fitoni zgjedhjet të drejta si merit e disponimit real, atëherë keni guxim që t'hapni një front politik para partnerit apo oponentit politik. Po për raportet Tirana dhe Prishtinën në këto zgjedhje, si e pat ndikimin e tyre, se Rama ishte në çajir përpara se zyrtarizohej Bujar Osmani. Ndërkohë që sipas Ali Ahmetit, Kurti nëpërmjet zëdhënësit të tij, pra e kishte dorën në Shkup, në Maqedoni. Shpresoj se Kurti ka ndikuar, edhe pse ajo nuk duhet dhe një lobim shumë i madh dhe kryeministri, që ai pra të voton sa i përket partia e tij, pra të voton sa i përket kryetarit komunës së Vlenit për Vlenin. Pra, sepse ato vota edhe ashtu atyre nuk nevojiten, sepse nuk kanë shumicë për të fituar në komunat shqiptare. Pra ato vota ato i orientojnë te shqiptarët, sepse realisht ato nuk kanë asnjë farë interesi te ato vota dhe përmes huazimit të atyre votave, me cilat ata realisht nuk humbin kur gjë, por krijojnë kapital politik që mandej të mberni në kontroll partnerin që e keni pjesë e qeverisë. Mendoj se Kurti ka bërë një gabim shumë madh dhe si çdo herë në vazhdimsi ka pas gabime të caktuara dhe duke se ai patriotizmi aty shkon duke u shkri vazhdimisht. Te komunat në raundin e dytë pra të balotazhit, ku prisni që ketë ndonjë surprizë? Po tash nuk di sepse unë pres një kthjellim pra të opinionit publik dhe të votuesit. Prej asaj që në momente toleron të ketë edhe kombinim të votave edhe nga një parti ekstrem nacionaliste, e cila siç është e njohur pra në zgjedhjet paraprake thiri që Maqedoninë tua kthej Maqedonas. Dhe sa është kinda bile dhe slogani i tanishëm ishte Maqedonia është e ytja, që përjashton tjerët, pra tjerët në rënd parë jo shqiptar. Kështu që jam i bindur se në pra raundin e ardhshëm, edhe pse ka do probleme teknike dhe administrative, besoj se do të reflektojnë njerëzit e kthjellur se brenda ka një manipulim i cili mund të kushton shumë shtrejt. Për ta mbyllur me pjesën më të rëndësishme në aspektin ekonomik që ne kemi folur edhe në bisedat e tjera, nuk lëviz gjë, nuk ka dritë fund tunelit. Unë mendoj se specialisht në zgjedhjet parlamentare, 90% partive politike duhet të orientohen pra në programe zhvillimore ekonomike, në projekte industriale, në projekte turizmit rural, në projekte zhvillimit të bujqësisë moderne, sepse nga ju jetohet, siç dihet, pra sidomos komuna shqiptare janë në zbrazje serioze, pra unë mund të them lirisht se vetëm 30% e trupit votues është në, sidomos flas për Gosivarin dhe Tetorin dhe Kërçokën. Pra edhe ato 30% janë një pjesë në moshën pra të mathelluar, kështu që duhet seriozisht pra të mendohet kjo çështje, që t'u japim shanse rinis, bile edhe ato që janë jashtë, të kthehen dhe ta shohin perspektivën e vet. Por për këtë me të vërtetë duhet vullnet, zemër dhe shumë trup. Zoti Bilali, të falenderoj shumë për bisedën. Ishte kënaqësi. Miku im, të uroj më të mirat dhe të falenderoj shumë. Me shumë respekt, natë e mirë dhe gjithë mirat. Respekti më të madh. Mirupafshim. Mirupafshim.